Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur mi, që ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit, dinamikat më të fundit, diskutimet më të fundit dhe thashë temet më të fundit. Fatkeqësisht, gjesti on i dashur është në shënjestër të çdo videos dhe syt njerëzve u bëjnë gjesti. Një video që me patë drejtë është bërë viral në rrjetet sociale, unë i kërkoj falje Fifit, Fifi më fale dashur që ka marrë videon tënde, ku Fifi është duke përgatitur klipin të saj që nxori në prill në vitin 2025, do me thënë po këtë vit. Kjo kënga, këto video që shikoni ju është bërë në prill. Tani, ma ndaloj që këtu të lutem. Ai çuni që shikoni mbrapa atje me zez te Fifi që është në këmbë, në për komente thuhet që është gjesti. Do me thënë të gjithë njerëzit janë ngritur në këmbë dhe thonë që ky djali është gjesti. Tani ky çuni me zeza është ky djali që është e videoja tjetër me syze. Do me thënë është menaxheri i Fifit, është menaxhmenti i Fifit, jo gjesti më. Është Miranda Dupi, është ky djali me xhuk të gjelbër t'i kërkoj ndjes se nuk ja di emrin. Edhe është Fifi dhe pas Fifit është bashkëshorti i Fifit Adisi dhe është ky djali që është menaxhmenti i Fifit. Nuk është gjesti, sepse kanë filluar media të shkruajnë edhe pse vallëzon një soi, edhe pse i ngjason shumë në mënyrën e buzëqeshjes, në mënyrën se si ai qastet, do me thënë si futet me kapuçin kokshu, po nuk është gjesti. Kjo video është e bërë në 4 prill, nëse nuk gabojmë, apo 14 prill, do me thënë këto data janë, jo me datën 15 doli kënga, me 4 prill është e bo me kjo. Videoja kur Fifi ka pas xhiru klipin, do me thënë gjestin atë kohë ka qenë në Big Brother, që mos dezinformohet publiku dhe mos bëjnë lajme kotëreme, nuk është gjesti ky te klipi i Fifit. Do me thënë, te kjo videoja që ka bërë, është ky djali që shikoni me syze, respekt të veçantë për këtë djalin, por na ka defokusuar. Okej, tani besoj që duhet më shfaqësh mua, mjafton videoja, e pan publiku. Do të thënë, kjo është realiteti i kësaj videos dhe doja të humbi këtë të zbardh të vërtetën, sepse po shoh shumë mesazhe më vinë në Instagramin tim që Tiron gjesti ka qenë me Fifin, Tiron ky është gjesti dhe unë normalisht në fillim në pamje të parë besova që është ai, por kur bëra investigimet, kur bëra dhe bisedën, kur bëra dhe ulumtimet, do me thënë arrita të kuptoj që është menaxhmenti i Fifit, nuk ka të bën me gjestin, është një video që është punuar kur gjesti ka qenë në Big Brother, në kohën kur Egli bënte, Fifi bënte videoklipin e këngës së saj, dhe nuk ka të bën fare me gjestin, do me thënë mos japim informacione të reme. Ky është lajmi i fundit që i përket kësaj videos. Ne do takohemi sërish së bashku, vazhdojmë na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.